Pse po thotë që Shqipëria ka bërë përparime, do hynë. Zgjedhje të lira dhe të ndeshme për 11 maj, kjo ishte deklarata. Kuptoti, për çfarë do të thotë? Që ajo në qoftë se e bën atë, ajo e bën si thush në të mirë Shqipërisë, si të ka përcejën këto etapa. Po për çaj duhet ky kurs për plasje Partisë Demokratike me Brukselin? Për të justifikuar pozicionin e vet dhe në raportin që kanë me ato militantët atje, sepse në një farë mënyrë del blof kjo skema. Atje që na vodhën zgjedhjet, na bën këtë, na bën atë, se çfarë po thotë ai në një farë mënyrë. Zgjedhjet po i çon vlefsh. Kaq. Se është një periudhë mbas 4 vitesh raporte të ngrira me ndërkombëtarët dhe u duk që u shkrin akujt. Atë pra po them pikërisht, sepse duke vazhduar me këtë lloj toni. Edhe ajo pjesë e mirë e opozitës, ajo dëshirë që ka opozita shqiptare për të ardhur pushtet, për ta futur Shqipërinë në Europë. Kuptoti, pengohet nga këto interesat ca njerëzve atje, ca grupeve të caktuara, që e kanë mënyrë personale, pse s'na respekton ne, Brukseli, duhet marrin qëndrimin tonë Brukseli, për s'ka për të marrë kur qëndrimin të një grupit. E njëjta gjë ka pas ndodhur kur ishte Berisha në pushtet. Çfarë thotë Brukseli? Shqipëria po ecën mirë, apo pra ishte në linjën e qeverisë, linjën zyrtare. Tash këto duhet ta kuptojnë fort mirë këtë punën, që ky konfrontim i vazhdueshëm i grupit opozitar me institucionet ndërkombëtare, shpeshherë dhe me botë në huja. Deri dje ishin keq me Amerikën, hajt shqyr ka ardhur Trumpi ca aty, lobista që vinë vërdall, krijohet një ide që hajt mund qelim një marrëdhënie më pozitive. Por njerë opozita vetë duhet ta kuptoj që nuk na kanë gjë borxh ndërkombëtarët. Absolutisht. Një. E dyta që ndërkombëtarët nuk mund zgjidhin hallet e mbrëmshme të PD-s. 2. E treta që ndërkombëtarët gjithsesi në raportin midis qeverisë dhe opozitës do ta mbyllin një sy gjithmonë në raport me qeverinë. Se kështu ka ndodhur. Por edhe kjo është historia e negociatave. Dhe sigurisht që nuk është se ndërkombëtarët kanë një inat me opozitën. Po ti shikosh ato raportet atyre, atë që bëri Osovoja Diri, janë pothuajse gjithë kritikat atje mbrapa. Po nuk është detyra e saj të kohës që ka. Ajo ka një linjë tjetër. Është për kapitullet e integrimit. Ato që duhet ta mbajnë qëndrimin e mbajnë ata. Bën një raport shumë të rreptë krahasuar me herët tjera. Bën një raport që identifikon disa nga problemet. Nuk po them se ja kanë vu gishin të gjitha gjërave, atje, sigurisht që ka edhe për te asajt, por për sa kohë që është ai, çfarë do vi Brukseli këtu t'i thotë, që ti je narkoshteti, kryeministrit vendit që është në detyrë? Po s'është një herë, po s'ka ndodhur një herë. Po pse i harrojnë to historitë që kishte vetë PD-ja, kur u bën demonstratat për 21 janarin, atje dhe mbrapa që ambasadori amerikan këto që i tha burr shteti. I tha burr shteti, pse që të evitojmë një situatë tensioni që mund kishe një escalation shumë më të rrezikshëm për këtë punë. Si që ka kjo punë? Çfarë presin këto? Që të vi Brukseli në Tiranë dhe çaj me libër shtëpie Edi Ramën? Po nuk qëndron në këtë logjikë politika normale. Këtë mund ta bëjnë militantë e partisë, kjo bëhet në Facebook. Po, në rrjetet sociale. Bëhet në rrjetet sociale. Kjo bëhet dhe në media. Analistët e një krau caktuar më reagojnë kundër kësaj, po jo zyrtarisht partia zyrtare. Krijon, populli shqiptar ka një shprehje turte, dhe ka sidomos malësia dhe aneka veriu, që unë besoj që këto duhet ta kuptonin këtë punë, me një pjesë. Mos bërë mik me gojë. Kuptoti, çdo më thon kjo punë, këto i bën armiqëve të gjithë palët. Kuptoti? Po kanë shkuar drejt vetë izolimin. Ajo kos erdhi bëri punën e vet, a mund të ketë një simpati për anë. Mund të ketë lobista që janë për qark asaj që po sire mund ndodh. Siç po ndodhe nga krau tjetër, po i shohim. E vërtet. Meqense jemi tek ndërkombëtarët, zoti Shej, pat dje me 2 takimet që thirrin ambasadën amerikane e ngarkuara me punë këtu, 2 kryetarët e grupeve ta Uland Ballën edhe Gazmend Bardhi në anën tjetër, një riaktivizim të amerikanëve në Tiranë, se kanë qenë në një periudhë të qetë, larg, jo protagonist. Në një periudhë se dhe ato kanë pas, si të thush, një ndryshim, po. Ndryshimet e mëdha që ndoshta edhe s'kanë marrë dhe atje. Tensionet e mëdha janë ndërkombëtare, Ukraina, Gaza, Tajvani, domethënë nuk jemi qendra e botës. Ne jemi një periferi që nëse merren ca në punësa,
shpresoj që të merren seriozisht, edhe janë marrë me thënë drejtët, me ne me vite. E shoh që po reaktivizohen në farë mënyrë, janë stabilizuar aty brenda hierarkia, departamentit shtetit, funksionarët e gjithë, dhe duhet marrin atë rol që kanë pas në farë. Apeli për dialog konstruktiv mes palëve dhe liria e fjalës të jenë shtyllat e institucioneve të forta politike. Po pra se dialogu dhe liria e fjalës është kudo, është në media, është në rrugë, është në demonstrat, po është përpara gjithëve në institucionin që është parlamenti. Kështu që prandaj kanë thërrit 2 kryetarët e grupe. Ju jeni 2 grupe politike, debati duhet mbajt brenda asaj që është linjat politike. Kjo është kryesorja. E dyta pastaj, sepse njerëzit mendojnë që që do thërresin. E drama është kryeminist. Berisha është ka krau tjetër kryetari i partisë, ka dhe këto probleme zyrtare, jo grata, jo non grata. Si të thërresin? Nuk kanë si thërresin ato. Po shqiptarët nga njerë fantazojnë sikur këto po krijojnë një lob ndërmjetësish poshtë këtyre personazheve dhe disa urojnë, disa mendojnë që ato duan t'i heqin këto. Pse është kështu e vërtetë? Kjo është një procedurë normale në rrafshin e diplomacisë, aq më tepër për specifikat që ka Shqipëria. Që kryetari i Partisë Socialiste është njëkohësisht dhe kryeministri, që kryetari i partisë tjetër ta thash ka ato probleme që ka dhe kanë thërrit si mas hierarkisë. Brenda kësaj është sinjali që ju ktheuni ta thash në tek dialogu, në rrafshin, si më thënë, institucionale.